I vendosni vezët në derën e frigoriferit, pas kemi bërë gabimin dhe nuk e dimin. Jeni në rregull dhe I vendosni vezët në derën e frigoriferit, pikërisht ndarjet e caktuara të tyre. Nëse po, kështu si shumica që bëjnë, jeni duke bërë një gabim shumë më të madh. Eksperti I ruajtjes së ushqimit, Vlad Kalejk, jep një përgjigje që duket se do të na vlejë për shumë gjatë, teksa sugjeron se vezët nuk duhet të vendosen në ndarjen e paketimit të frigoriferit, por të sistemohen brenda rafteve në frigorifer. Ndryshimet e temperaturave që vijnë si pasojë e hapjes dhe mbylljes së shpejtë të frigoriferit bëjnë që vezët të prishen më shpejt dhe të krijojnë edhe probleme më pas. Një këshill tjetër që duhet të ndiqni për të mbajtur sa më të freskët vezët, shmangni ruajtjen e tyre pranë mishit të papërpunuar dhe ushqimeve me erë të fortë, pasi edhe ato do të kenë një erë të fortë edhe kur t'i konsumoni.